demokratik shqiptar, edhe të shkencës. Shkenca adhurohet nga pak njerëz, po konsumohet nga të gjithë njerëzit. Edhe Fredi mund mos ta adhurojë njerëzit, po ideja e tij do konsumohet nga të gjithë njerëzit. Ose gatorojmë gjëra, këtu bëhet fjalë për rafinerinë e ujit. Jo ndarje molekulare të ujit. Uji përpunohet dhe nga uji prodhohet benzinë, benzol për avionat dhe naftë. Kjo naftë Është një shpikje e madhe, nuk ka të bëjë me hidrolizën e ujit. Jo, fare. Që të nxjerrësh oksigjen dhe hidrogjen. Është një shpikje e madhe e njerëzimit. Sa. Nga rafineria mirret nafta, çohet në karburant. Në karburant, persona kanë të drejtë të mbushin naftë uji, benzinë uji, apo naftë normale, ku po morën benzinë uji dhe naftë uji, është me çmimin më të lirë në botë, në të njëjtën kohë po u doq del avull dhe ngrohje globale dhe ndotja e ambientit të zero, sepse avulli ikën në lart